Situatë e pazakontë në Belsh, ku liçeni kryesor në qendër të qytetit ka shënuar arritje të ndjeshme të kuotës ujore duke dalë nga shtrati prej 3 ditësh. Menjëherë pas rritjes së nivelit të ujit, është ndërhyrë për hapjen e portave të shkarkimit me qëllim menaxhimin e prurjeve të shtuara si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme të shiut. Uji i liçenit është përhapur në sheshin kryesor të bulevardit, aty ku zakonisht organizohen aktivitete argëtuese dhe kulturore për qytetarët. Gjithashtu, në pjesën juglindore të qytetit, një segment i pedonales është përfshirë nga uji. Rreshjet vijojnë të jenë prezente në këtë territor, ndërsa Belshi, i njohur tashmë në guida turistike si një ndër qytetet më të frekuentuara nga turistët vendas dhe të huaj, po përballet me këtë situatë që kërkon monitorim dhe masa të vazhdueshme për të shmangur përkeqësimin e saj. Autoritetet vendore bëjnë me dije se situata është nën kontroll dhe po ndiqet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat përkatëse. Banorët shprehen të shqetësuar, por deri më tani nuk raportohen dëme të mëdha materiale. Në terren ka vijuar puna për të garantuar sigurinë e zonave më të ekspozuara pranë liçenit. Ndërkohë pritet që përmirësimi i kushteve të motit të sjellë dhe stabilizimin e nivelit të ujit në ditët në vijim.